Çfarë do arriti Donald Trump me këtë paqe të koshme? Nuk e besoj paqe, sepse edhe në 28 shkurt, kur ai goditi pa mëshirë, në bisedime ishin dy njerëz që s'marrin vesh nga diplomacia, Kushner dhe Witkoff, Trump po vën diskutim kredibilitetin amerikan. Ultimatumi ishte i prerë, Irani nuk pranoi. Ata që kontrollojnë janë Wall Street dhe elita, ai që quhet Deep State. Trump është një provë të madhe dhe mendoj se do të bëj atë që kemi thënë zgjidhjen e tretë, do të largohet duke thënë që fitova. Ndërkohë që një pjesë e madhe e elitës duan që ai ta përfundojë këtë sulm minimumit marishullin në Hormuz. 5 ditë nuk mund të zgjidhet bisedime, aq më tepër që Irani i ka hedhur poshtë. Unë nuk mendoj se Irani do të bjerë dakord me propozimet që vijnë nga dy njerëz që s'marrin vesh nga diplomacia, sepse në qoftë se ata pranojnë që të mos pasurojnë me uranium, kanë humbur fytyrën në perëndim dhe nuk kanë asnjë forcë përpara radikalëve të tyre. Çka e lë Trumpin me dy zgjedhjeve, ose të ndërhyj edhe me futje të trupave ushtarake, ose të largohet duke thënë që fitova, por në faktikisht nuk ka fituar. Çfarë po bluhet? Problemi është se nuk ishte kalkuluar, me sa e shikoj unë, sa duhet forca e një regjimi që është ndërtuar për 47 vjet. Nuk mund të shkatrosh një regjim për 23 ditë që është ndërtuar për 47 vjet. Një regjim ushtarak, militar, radikal dhe teokrat. Natyrisht që Trump kërkoi të përdorte surprizën, por nuk mund të hysh në një luftë të madhe me një forcë tillë djallëzore, do të ndjall, ku nuk e aleat vendet e NATO-s dhe Bashkimit Evropian. Në qoftë se vështron tweetrat e zotit Trump, brenda një dite ka 10 tweetra që kundërshtojnë njëri tjetrin. Natyrisht që generalët, shtabi i përgjithshëm, aspekti ushtarak ka qenë brillant. Në drejtimin politik duket se atij i mungojnë emrat e mëdhenj si Pompeo, Bolton, Mattis dhe kujtoi se do të ishte i suksesshëm si 6 muaj më parë, kur bombardoi ashpër për 12 ditë dhe kur tha që unë e kam shfarosur pasurimin e uraniumit. A ishte blof ajo që ndodhi në Gjenevë nga ministri i jashtëm, i cili u tha Kushnerit dhe Witkoff se, by the way, ne kemi pasuruar 460 kg në 60%. Ndryshimi është që nga 60% bomba duhet 90% është për 2 javë. Dhe në qoftë se do të ishte vetëm 2 javë, kjo bënte rrezikun eminent. Irani sot ka hedhur poshtë edhe ato raketat që kanë shkuar tek ishulli britanik. Është një luftë e madhe AI, nga të dy anët, askush nuk e di realisht se çfarë ndodh në terren, nuk ka reporters, por që dëmi është masiv. Dhe dëmi është bërë në infrastrukturë, janë shkatruar rrugë, janë shkatruar spitale, pajisjet e ujit pishëm dhe popullsia civile po vuan. A do të kthehet kjo në një bumerang? Se në qoftë se ti vret një të pafajshëm, 12 në matematikë bëhen armiq ndaj teje. Duket se dëshira e parë për ndryshim regjimi nuk ka shanse të ndodhë. Ju thoni, zoti Pava, se nuk do të jenë vetëm 5 ditë, po këtu ka përfunduar i gjithë ky operacion ushtarak? Ne patëm thënë që ai nuk do të shkojmë shumë se 3 javë, java 3 të shkoj 4 javë deri në 6 javë. Nuk mundet sepse kushtetuta nuk të lejon shumë se 60 ditë pa autorizimin e Kongresit. Ka kërkuar $200 miliard, të kërkosh $200 miliard do të thotë që ti ke synim të futësh trupat, sepse kur Bush i madh hyri në Irak, $150 miliard kushtoi për një vit. Boltoni më ka thënë në intervistë që nuk e dim detajet pse kanë kërkuar 200 miliard. Në qoftë se kërkojnë për arsenalin e armëve, kanë të drejtë, sepse depot, magazinat janë boshatisur duke dërguar në Kiev dhe në Ukrainë. Ka një problem nga të dyja palët tek raketat. Do me thënë të dyja e ndjej, po ullet numri raketave interceptuese, amerikanët që futët, Izraelit, por dhe ata, numri i raketave të hedhura ka rënë shumë. Por mua vjen çudi se më shumë raketa kanë hedhur tek Emiratet e Bashkuara se sa në Izrael. Irani duket që është në përplitje, duan të mbijetojnë. Vrasja e elitës, edhe kjo nuk pati efekt sepse kanë ardhur në poste njerëz më radikal.
Zoti Trump sot ka dashur t'i përçaj duke thënë që ne po bisedoj me dikë i cili është kryetari i parlamentit, po dihet që në Iran fuqinë e ka garda kombëtare, nuk e di është gjallë apo jo Ayatollahu, dhe njerëzit që janë afër tij. Nuk është aq e lehtë. Megjithatë, fuqia ushtarake amerikane është superpotente. Në qoftë se Trump do të jepte urdhër për të futur 2500 marinca, Amerika e merr Hormuzin. Por se çfarë ndodh pas, kjo është enigma. Qartë. Zoti Balla, në këtë operacion ushtarak, në këtë konflikt, zgjedhin vetë, ta quajmë si duam, Shërbëhat nuk u futën vetëm, u futën gjithashtu edhe me Izraelin, i cili ditën e sotme paktën zyrtarisht hesht. Nuk ka asnjë qëndrim mbi këtë vendim të Donald Trump. Si e lexon diçka të tillë? Është një lloj pak kënaqësie, faktikisht Izraeli ka një ushtri shumë fort. E thamë dhe herës tjetër. Por drejtuesi i operacionit është Amerika, është Trump. Ai mund ta ketë thithur me zgjuarsi tinzar për ta futur në këtë konflikt. Por pa fuqinë amerikane, Izraeli nuk mund të bëjë asgjë. Por kjo nuk do të thotë që Izraeli ndalon. Edhe mbas tërheqjes zotit Trump, ata do të vazhdojnë, siç vazhdojnë me Hezbollahun, siç vazhdojnë me Hamasin, po vrasin, dhe është një problem që në qoftë se Izraeli do ta shikojë veten në një ekzistencë, do të mbijetojë apo jo, sepse e shikon çfarë urrëtie të mëdha dhe mundësi me raketa balistike ka Irani, larg qoftë mund të përdor edhe arsenalin bërthamor. Janë të pamërshirshëm në vrasjet njerëzish të pafajshëm. Këtë e kanë treguar me Gazën, me Palestinën, me Libanin, me Libanin, po më fal. Dhe për të qenë real, problemi kryesor në atë zonë Izraeli është Netanyahu do apo s'do ai kriminal lufte. Pa u zgjidhur çështja e Palestinës, nuk ka paqe dhe po të largohet forcat djallëzore të Iranit. Amerikanët, domethënë mendjet më liberale dhe afër zotit Trump, unë kisha Lindi Granson përmes Bill O'Reillyt dhe dhash me lejen e tij që thotë që ne do të kërkojmë tek vendet arabe që të zgjidhet diçka për shtetin e Palestinës. Pa u zgjidhur kjo, paqe nuk vjen. A do të rritet çmimi i naftës ndërkohë, apo do të ulet gjatë këtyre 5 ditëve, se ky është problemi më i madh. Mbasi foli Trump, nga 110 shkoi 100. Ra. Stoqet sot janë rritur mbas kësaj. Këtu është një problem i madh që ata që kontrollojnë këtë ekonomi të madhe dhe përfitojnë dhe spekulojnë. Në krahasim me ju, këtu është rreth $1 litri. Është gjithmonë ka qenë më lirë, po përpara luftës unë e thash ishte 2,69, sot është 4. A do ta përballojë ekonomia? Ky është problemi për Trump. Është Wall Street ai që ndikon. Ndaj dhe ai mendoi, u tërhoq nga ultimatumi. Nuk është thjesht se ka biseduar me një nga parlamenti iranian. E di që shkundja e Wall Streetit e ka bërë disa herë të ndryshojë zotin Trump, edhe me tarifat, edhe rastin e Groenlandës, dhe Wall Street Journal e cilëson tako. Trump always chicken out. Dhe kjo e vret Trump. Ai kërkon që të jetë fitues. Mbase do të thotë që është konflikti nëntbotror që përfundova. Zoti Balla, shumë të janë ata cilët mendojnë se Kina është përfituesja më e madhe në këtë konflikt, duke bërë tregti. Ju çfarë ndihni ndani? Kina nuk e ka fuqinë të sulmojë. Kina në këtë rast, në qoftë se do të ishte e fuqishme, do të merrte Taiwanin, sa askush nuk e ka vëmendjen atje. Por Kina mendon gradualisht në planin ekonomik, ka probleme, ka pasur spastrime të mëdha në ushtrinë kineze nga kryetari i Partisë Komuniste. Kjo tregon që ai nuk e kontrollon situatën sa duhet. Por për çastin përfiton. Përfiton sepse nafta ka vazhduar drejt saj, por ende nuk është dot Kina fuqia numër 1, siç dëshirojnë ata. Ata duan të kontrollojnë zonën e paqësorit, por vizita e kryeministres japoneze këtu që e si një lloj sfide ndaj tyre. Trump e ka ulur sigurinë atje, se siç u thash në fillim mungojnë raketat interceptuese, ndaj mori sistemin e këtyre kundërajrorëve nga Korea e Jugut, çka e bën më të dobët edhe Japoninë. Por nga ana tjetër ata nuk e shikojnë si rrezik Kinën. Duhet të jemi real që bisedimet midis të mëdhenjve vazhdojnë dhe kur ka situata lufte të tillë. Ata njerëz që merren tek Këshilli i Sigurisë Kombëtare bisedojnë. Pa diskutim, kjo ka ndodhur edhe me Putin.
siç ishte rasti i Sirisë, por Amerika duam apo s'duam mbetet superfuqia vetme në aspektin ushtarak. Të mbet bisedojnë edhe në rast e konflikti, e kështu ka ndodhur në fakt midis Trumpit edhe Putin. Janë hequr sanksionet për naftën, për çfarë vletën? Kanë krijuar reaksion apo i gjë? Jo, dikojnë të çmimi, domethënë nuk pati Trump kujtoi se çmimi i naftës do shkonte $5, 6 siç thaj. Nuk mund kjo e ka ndihmuar sadopak. E çuditshme është se spekulohet edhe këtu sepse Amerika prodhon rreth 15 milion fuqi nafte në ditë dhe kur po marrin disa si shumë të madhe nga Venezuela, pse do të rritet çmimi këtu? Sepse Hormuzi bllokon vetëm Kinën, është spekulative se këto bizneset amerikane shesin. Dhe kur fuqia e naftës shkon mbi $60, fitimet janë shumë të mëdha. Por për afat gjatë nuk duron dot, jo Trump, po tjetë Cezar, Don Cezar tjetë këtu, sepse është vit mes mandatit zgjedhor. Në qoftë se ekonomia nuk fillon të marrë një start mbas majit, Trumpi do të humbë Kongresin dhe rrezikon të humbes edhe Senatin. Dhe çdo gjë zhduket në trajnimin e tij politike. Një Kongres i humbur do të sjellë shkarkimin e tij të tretë, impeachment. Dhe nga ana tjetër unë mendoj se edhe tek gjeneralet ka reagim, nuk dalin në media, natyrisht që nuk mund të pranojnë aventura. Futja e trupave në tokë do të thotë që të ketë vrarë. Ka ndryshuar stili luftës, siç u thash, vendimet merren në punë sekondash me inteligjencën artificiale. Si nga amerikanët ashtu dhe nga Irani, të cilët pas kanë qenë një shtet shumë militar, kanë raketa pafund dhe kosto e bën luftën asimetrike. Një dron $20,000, një raket $3 milion. Sa do të përballoj? Ka një kufi. Matematikë e thjeshtë në fakt, po për te qëndrueshmërisë që ka shfaqur Irani dhe potencialit të saj për të kundërpërgjigjur qoftë edhe për vende të fëmijë, të cilat në disa raste kanë qenë pro-Iranit dhe si kanë pasur asnjë faj, duket se pika e fortë është ngushtica e Hormuzit. Ndalli një vendim. Ngushticën e Hormuzit Trump mund ta kthejë në pluhur, por do ketë ndikim në ekonominë globale. Kjo e ka ndaluar. Është marrë Hormuzi dikur kur ishte një president i madh, Reagan, pasur të amerikanë të vrarë. Sa i përket sulmeve që Irani ka bërë ndaj vendeve fqinje arabe, duhet më parë ta shohim në realizëm. Ka sulmuar bazat amerikane që janë te këto vende. Ato vende nuk janë vende sovrane, janë 200.000 baza. Por numri i raketave ka qenë shumë i madh dhe efekti shumë i vogël. Ja thash, te Emiratet e Bashkuara janë mbi 1.200 ose 1.300 dronë dhe rreth 300 raketa. Kanë arritur të bien pra dhe ato kanë sisteme mbrojtëse shumë të mëdha. Izraeli ka pasur parmbrëm një rast që janë shkatruar 23 ndërtesa. Tek programi i Iron Dome me kompjuter me software vlerësohet rreziku. Sa më rrezik potencial i madh, shtëpia Netanyahu, komiteti qendror, ndërtesa ushtarake i shkatrojnë. Dhe kur vjen puna për provinca, lejohet që raketat bjerë. Në qoftë se Irani lëshon 100 raketa me njëherë, probabiliteti është që 3 do të shkarkojnë dhe do të kryejnë vrasje. Ndryshimi i Izraelit nga Irani është që Irani nuk mendon për popullatën e vet, nuk ka strehime në toksore, Izraeli çdo pallat, çdo zyrë shpëton se futet, por imagjinoni një shtet që nuk flet. Pra, problemi nuk është aq i vogël. Zoti Baba, në fund doja të pyesja si keni parë zhvillimet e fundit në politikë. Ditën e djeshme, protesta e radhës e Partisë Demokratike, zoti Berisha megjithëse në moshë, në krye të kësaj proteste, madje preket edhe nga gazi i lotësielës. Është rritur presioni ndaj majorancës në këto protesta të opozitës, çfarë mendon? Rama kaloi vinë e kuqe me këtë, domethënë synojnë jetën e Berishës ku duhet të shkojë. Nëse ka dikush që duhet ekzekutohet jo vetëm politikisht është Rama. Berisha është treguar i zgjuar me europianët e ka çarë embargon, ka mbështetje nga gjermanët dhe në efektin le të them propagandistik deri këtu në Amerikë vijnë pamjet. Çdo popull, çdo kom ka të drejtë protestojë, nuk e ndal askush, as deklaratat butaforike të çdo lloj ambasade. Ne jemi vendi i NATO-s. Më tregon një vend tjetër të NATO-s që flet ambasada gjermane po franceze. Demonstratat në Francë, në Gjermani, në Greqi janë shumë herë më të dhunshme se kjo, pa folur për demonstratën e 21 janarit. Unë dua t'ju përmend diçka nga deklarata e pavarësisë amerikane, ka një frazë brillante.
populli ka të drejtë të përmbys me dhunë një qeveri kur bëhet despotike. Askush nuk do të ndaloj një qeveri teje të korruptuar, dhe unë them që mbi 70% shqiptarëve nuk e do më Ramën, dhe vetë socialistët. Dhe kjo duket që po rritet protesta. Se si do të dalë Rama nga kjo, exit way është ai që o të bën të dalësh me nder ose të ikësh me turp. Ka kaluar rreth, po shkon të mandati i 4, i konsumuar dhe çdo ditë i bie nga një ministër në grepat e Spakut. Nuk mund të bëhesh trim me Iranin, them unë, dhe ti je frikacak me Trelindat. Fundi do të vendoset nga shqiptarët, nuk e vendosen as ambasadat, protestat nuk i dalon askush. Patjetër, po si bëhet relacioni nëpërmjet protestave? Shembull mund ta them në 90-ën, siç ndodhi me protesta, nuk janë të dhunshëm demokratët, siç ishin socialistët në 97. Unë nuk dëshiroj që të shkoj atje, por sa më refraktar të jetë Rama, të mos kuptoj realitetin, të jeton i babull në një fluck. Fasad dhe i korruptuar, pushteti absolut të korrupton absolutisht. Ai e dy shumë mirë që doset i ka masive, ai dhe familjarët e tij. Sinaloa, Abiban, Meganigal, po hetohet Soros, Spaku dosen e ka masive për Ramën, familjarët e tij dhe për ministrat. Ishte një gafë politike mos dorëzimi i Ballukut. E kapur në të gjitha rastet, mbi 16 faqe. Dhe pati dhe ka reagime nga Europa. Pa ai personalisht nuk mendoj se dëshiron ty në be, nuk e shikon ai humbje të madhe. Por për ne, për çdo shqiptar, kjo është humbje. Zoti Balla, faleminderit. Kënaqësi. Kudo në Shqipëri.